Marash Kumbulla shpreson të ketë gjetur një pozicion të përhershëm. Ai luajti shumë mirë vitin e kaluar me Spanjolin, duke shpresuar të kthehej në Barcelonë, por kjo nuk ndodhi. Një sezon i jashtëzakonshëm me Veronën e kishte siguruar atij një rritje të ndjeshme të vlerësimit, duke arritur në rreth 30 milion euro. Më pas, megjithatë, Roma fitoi duke ofruar 26.5 milion euro, duke i dhënë një fitim të madh kapitali një lojtari të lindur në Akademinë e të Rinjve. Gjërat nuk shkuan aq mirë në kryeqytet, aq sa ai përfundoi në sy të tifozëve, veçanërisht për disa paraqitje në derbi. Pas një sezoni shumë të suksesshëm si huazim të Spanjoli verën e kaluar, pati interes nga burime të ndryshme. Megjithatë, qëllimi ishte të qëndronte në Spanjë, kështu që në mesin e gushtit Mallorca i ofroi atij një marrëveshje huazimi, por jo të plotë, me një opsion blerjeje të vendosur për rreth 7 milion euro. Lëndimi e detyroi të humbiste 9 ndeshje radhazi plus 1 në stol sepse sapo ishte rikthyer në ekip vetëm për të luajtur partien fitoren 2-3 ndaj Numancias në Kupën e Mbretit. Natyrisht kjo do të varet nga performanca e tij gjatë pjesës tjetër të sezonit, pasi kjo nuk është një shifër e papërfillshme për një klub relativisht të vogël spanjoll.